Hodhi i shkollës së mesme të Përzirë 25 maj në Tuzë u shndrua në një festë ngjyrash, buzëqeshjesh dhe kreativiteti me rastin e shënimit të 14 shkurtit, festës së Shën Valentinit. Nxënësit më shumë për kushtim dhe dashuri përgatitën ëmbëlsira të ndryshme, dekorime simbolike dhe këngë të veçanta të zbukuruara me zemra, mesazhe dhe ngjyra të ngrohta që përcjellin dashuri e miqësi. Shën Valentini njihet si shenjtë i dashurisë dhe përkushtimit. Sipas traditës, ai ishte një prift që jetoi në shekullin e 3 dhe lidhet me historinë e martesave të fshehta të çifteve të reja në kohë kur ato ishin të ndaluara. Për këtë arsye, figura e tij me kalimin e kohës u bë simbol i dashurisë, besnikërisë dhe guximit për të ndjekur ndjenjat e zemrës. Sot, 14 shkurti në mbar botën përkujtohet si dita e dashurisë dhe miqësisë, ku njerëzit shkëmbejnë urime, lule dhe dhurata si shenjë mirënjohjeje dhe afeksioni. Kjo ditë nuk ishte vetëm një moment festiv, por edhe një mundësi për të treguar bashkëpunimin, energjinë rinore dhe frymën pozitive që mbizotron mes nxënësve. Përmes punimeve dhe ideve origjinale, ata sollën një atmosferë të veçantë në shkollë, duke dëshmuar se Shën Valentini nuk lidhet vetëm me dashurinë, por edhe me respektin, shoqërinë dhe mirënjohjen ndaj njëri tjetrit. Më shumë mbi këtë organizim u shprehen disa nga nxënësit e kësaj shkolle, të cilët theksuan se në ditët kur lajmet jo gjithmonë janë të mira dhe realiteti shpesh dominohet nga negativiteti, është edhe më e rëndësishme të shprehet dashuria, mirësia dhe pozitiviteti mes njerëzve. Pra nxënësit e parlamentit dhe me bashkëpunim me nxënësit e film klubit kanë bërë një organizim për festimin e 14 shkurtit, pra Shën Valentinit. Çfarë keni përgatitur ju për ta shënuar këtë datë? Ne kemi përgatitur ëmbëlsira të ndryshme shtëpiake, po ashtu edhe dekorime të ndryshme për të hapur dashurinë. Dhe kush e pati idenë për gjitha këto dekorime dhe ushqime? Kryesisht nxënësit me bashkëpunim me profesoreshat që janë shumë të përkushtuara për të organizuar. Sa kohë ju mori përgatitja e gjithë kësaj? Pra organizimi i mirë nuk mori edhe aq shumë kohë, rreth 2-3 ditësh. Pse është e rëndësishme që të shënohet kjo ditë në shkollë? Pra kjo ditë është shumë e rëndësishme për hapjen e dashurisë, po atë shoqërore dhe miqësore dhe të gjithë harmoninë sa më të mirë. Nxënësat e parlamentit bashkë me nxënësat e book clubit kemë vendosur të shënojmë këtë ditë, ditën e Shën Valentinit në shkollën tonë për të shpërndarë dashurinë dhe harmoninë mes nxënësave. Mund të mësoj për ato përgatitje, do të thotë çfarë jeni duke ekspozuar, ushqime të ndryshme apo jo, shoh që ka edhe dekorime të bukura. Mund të di se kush ishte, do të thotë kush u mor me ushqime, kush me dekorime, si ishin ndarë ato detyra? Tanjem do nxënësa janë marrë me lule, do nxënësa kanë godi ushqime, do nxënësa kanë dekorua, siç po e shihni pas mejet. Tanë në parlamentin tonë i kemë do punë, edhe tanë punojmë së bashku, edhe njëri për tjetrin. Ju gjithashtu keni vendosur çmime apo jo në këto produkte, mund të di se çfarë do të bëni me këto holla kur t'i bashkoni? Do më ruaj për një ditë që të vendosim të shkojmë diku bashkë, tanë nxënësat e parlamentit të kalojmë një ditë bukur. Së bashku. Po interesimi i nxënësve të tjerë që ndoshta nuk janë pjesë të parlamentit, a janë të interesuar të shohin se çfarë ju keni përgatitur për këtë ditë? Po nxënësat e shkollës presin shirë me ardhë, edhe me pa çka kemë organizuar në nxënësat e parlamentit, u duken idejat bukura e organizimi i bukur. Pse është e rëndësishme për ty që të shënohet kjo ditë mes të rinjve? Në këto kohë të vështira, i mesazh që më përcjell në nxënësat e parlamentit është se dashuria dhe harmonia janë shumë të rëndësishme.
Ne mendojmë se është e rëndësishme të shënohet kjo datë në shkollë, thjesht ta shkëpusim pak edhe monotoninë e klasës edhe të shpërndajmë pak ngjyrë edhe nëpër gjimnaz. Mi mund të mësojmë se kur keni lënë atë kontributin tuaj sa i përket ushqimeve apo dekorimeve, mund të dimë pak më shumë. Mundësisht kena marrë pjesë ka pak, se edhe për arsye se jena maturanta, mendojmë se kem pas edhe pak më shumë eksperiencë me organizimin e këtyre xhanave, kështu që me dekorim, me ushqime, me gjithçka ka pak. Mi, po mesazhi kryesor që duhet përcjellur në këtë ditë, cili mendon se është? Mesazhi kryesor që do të përcjellim me këtë organizim është që të shpërndajmë sa më shumë dashuri që të mundemi. Pra, kjo atmosferë është definitivisht një atmosferë shumë e ngrohtë, ku kjo datë na ka dhënë edhe mundësinë që mu afro sa më shumë me njëri tjetrin, nxënësa që nuk janë bela të njëjtën klasë. Çfarë po të pëlqen më së shumti? Do veçosh diçka? Unë do veçoja mesazhet që jemi duke shkruar njëri tjetrit të gjithë, është një gjë shumë sentimentale. Dhe mesazhi kryesor që përcjell kjo datë, cili do ishte? Siç e tha shoqja më përpara, mesazhi që do shpërndaja është të dhurojmë që të gjithë sa më shumë dashuri njëri tjetrit. Sot me vonesë, 2 ditë, e fësojmë dita e Shën Valentinit. Unë mendoj se atmosfera është me të vërtet këndshme sot. Ngjyrat edhe angazhimin e studentëve dhe stafit shkollës më duket se është një angazhim shumë pozitiv. Çfarë është përgatitur? Çfarë do veçonit ju nga gjithë kjo atmosferë? Jemi bashkuar në disa klube të shkollës për të përshqitur ushqime dhe pije, një afarizëm e thjesht dhe kemi disa aktivitetet vogla si lojna me shkrim për të angazhuar nxënësat që të kenë një farë angazhim. Çfarë do veçosh? Çfarë po të pëlqen ty më së shumti? Mua më pëlqen më shumtit angazhimin apo projekti i klubit filmit Vizionoskop, që kanë pas një ide me kriju një anketë ku e plotëson me filmat e tuaja më të preferuara edhe zgjellet kush është më përshtatshme me ty. Unë mendoj se është me të vërtet një ide kreative edhe bukur. Po interesimi i nxënësës si është? Shihet. Me të vërtet është bukuri. Pse mendon se është e rëndësishme që të shënohet kjo datë në shkollë, me rinjve? Në ditën sotme ku gjithë flitmi për çfarë po nollet me një kontekst të keq negative, lajmet botërore siç e kemi pas, unë mendoj se sot e kësaj dite edhe më me rëndësi bëhet që të veçojmë rëndësinë e dashurisë. Kështu që mesazhi kryesor që kjo ditë përcjell, cili do ishte për ty? Me dhanë veti dashurisë. Faleminderit. Ndërsa nxënësët Argita Eminaj dhe Izabela Gjolaj kishin përgatitur edhe poezi kushtuar kësaj dite, duke i dhënë aktivitetit një notë artistike dhe emocionale. Të huaj jemi ne prej kohësh, qish për të thënë është thënë, sigurët që zëm vënd në tokë, në jetë vend ne kemi zënë. Drejt njëri tjetrit kemi mbyllur të gjitha rrugët edhe shtigjet, si dy qytete mesjetare, me mure, heshta dhe me pirgje. Por natën kur i lodhur i truri, portat i mbyll me qëtësi, ti gjen një shtek dhe futesh brenda, një shtek që vetëm ti e di. Pastaj si në rrugica parë që shëtit me stirkovolucionesh,
hynë në përëndra e shkujdesur, fanite shqeshma bën me dorë, por ku mëngjesi zafrohet, nisë shqetësohesh bepas ti, dhe heshtur as i del për jashta, nga shtegu që del veç ti. E dita vjen rrjedh prap jeta dhe ne të dy si dhe më parë, të ftoht, rrim e të pamposhtur, si dy qytete mesjetar. Ca pika shiu, ranë biqeq, për ty unë befas, ndjeva malë. Jetojmë të dy në një qytet, dhe rallë shihemi, sa rallë. Edhe mu duk pak e çuditshme, si erdh kjo vjesht ky mëngjes, qiejt e ngrysur me lejlek, dhe shirat pa ylber në mes. Dhe thënia vjetër e Heraklitit, se që mu kujtua sot për dreq, të zgjuarit janë bashkë në botë, kurse të fjeturit janë veç. Në që ëndër kemi rënë ka qkeq, që do të s'po zgjohemi në e valë, ca pika shiu ranë biqeq, dhe unë për ty, si që ndjeva malë. Aktiviteti krijon një ndjenjë afërsie dhe gëzimi, duke e kthyer këtë ditë në një kujtim të bukur për të gjithë pjesëmarrësit dhe duke mbushur shkollën me ngrohtësi, kreativitet dhe buzëqeshje.